Përshëndetje, ditë të mbar, javë të mbar ju uroj. Ka për qenë s'ka ku të shkoj. Ka për qenë sepse ndryshimet që bëhen nga dita e sotme, kemi një ndikim, nga njëra anë na ndihmon shumë dhe nga gëzimi më tepër që i tepërtit edhe gëzim që i tepërtit dëmton. Sepse nuk mendon me logjikën, po mendon se kështu është gjithmonë. Ato që do t'ju thosha, miqtë e mi, data 20 tetor formohet ndikimi i Mërkurit me Marsin Akrep, ku nga njëra anë ky kënd ka shpejtësinë e mendimit, në anën tjetër kërkohet kujdes jo me shpejtësinë e makinës. Kujdes me timonin. Pikërisht këtë ditë, dhe kjo do të thotë veçanërisht nga grindje dhe tensionet keni kujdes. Nga puna,